Temperaturat e larta, por edhe zjarrvënjet e qëllimshme kanë rikthyer rrezikun në disa zona në qytetin e Vlorës. Konkretisht, një zjarr ka rënë mesditën e së shtunës në periferi të qytetit të Vlorës pranë ish fushës së aviacionit. Si pasojë e flakëve dhe erës, zjarri është prapur me shpejtësinë një sipërfaqe me barishte të thata dhe shkurre, duke rrezikuar edhe banesat që ndodhen afërsi të zonës. Banorët shprehen se situata të tilla përsëriten për shkak të mungesës së mirëmbajtjes dhe pastrimit të territorit nga barërat e thata. Sipas tyre, Bashkia Vlorë dhe strukturat përgjegjëse duhet të ndryhojnë në kohë pasi gjatë sezonit të verës këto hapësira kthehen në burim të vazhdueshëm rreziku për banorët. Ky është shteti që i lë këto. Ja, ky është shteti. Duhet të marrim atë. Reza pika, s'ka ç'a bën. Po s'ka ç'a bëj. Ç'a do bëj? Bën ish barut. Ky për këtë gjë është vrarë, më shpran me skre buri këtu mua. Këtu në këtë problem, këtu vit për vit, pesja sherk, ky problem është. Edhe di, edhe par di. Ka ardhur këtu 1 minutë, ka ardhur, i kemi thënë, kanalat atë mbeturinit pastrimet, pastruan një çik këtu dhe ikën. Po ti hajde bëj një pastrim. Kanali bëj një pastrim. Pare nuk pastruan. Po, pare nuk pastruan. Problem. Dhe punë kemi, o motra. Si razjari sa? Eri një shkëndi që andea, kur vej unë, puna. Pa ka që dije, faktikisht një javë këtu. Ky problem, një javë, ka një javë, po merë zjarë. Unë mbytë, më motra, unë mbytë. Kemi punuar një jetë tërë, po i copë shpi. Ku i ke shpiti, ke këtu afër? Ja. Rrezikon? Më merë mua, që është ku më merë, në më tirë mua. Ke frikë tani për momentin? Nga se razgjari? E pat? Tani erë, në dhe. Drejt vendit të ngjarjes kanë shkuar mjetet e zjarrfikses, të cilat po punojnë për izolimin e vatrës dhe mbajtjen e flakëve nën kontroll.